ke loj, sigurisht ke aktor. Zoti Rama dhe zonja Balluku aktrojnë. Zoti Dumani bëri sakrificën që dosjen e zonjës Balluku nga 2021, kujdes, në fund të 2025-s e pas ka zvarritur jo prokurori që e ka në hetim, por krye prokurori që mund të thrasë prokurorin e çështjes, ti thot çfarë bën në vëlla me këtë që e ke regjistruar tu 100 vite, edhe s'ja nxjerr atë që duhet të nxjerrësh tymin. Dhe ç'a ndodhi? U desh të largohet zoti Dumani, sepse zoti Dumani kishte pritur nga të tjerë. Ti e di kur syri im ka probleme. Nga të tjerë që do të zgjati mandati. Zoti Dumani ishte premtuar që po me fitoren e Partisë Socialiste, që ata kishin parashiku vetë SPAK-u 86 mandatet, jemi realist, pavarësisht se doli 83, po futet edhe Tom Doshin aty e diçka merr. Dhe në fund fare, çfarë ndolli? Çfarë? Zoti Dumani, jo nuk u bë ajo që ishte premtuar, por bë një prokuror I thjesht, dhe ai sot përkërkon mbrojtje nga garda, dhe garda I refuzon mbrojtjen dhe nuk ja jep pavarësisht kërkesës së KLP-s. Po sikur ja KLP-ja. Po jep pjesërisht, ai mendon se duhet marrë 10 bodyguard nga mbrapa sepse është kaq shumë I mirë në kuptimin që ka punuar, e kupton? Pra punon për të hapur gropën tjetër dhe ke frikë për mos të bëjnë gropën ata të cilët ti ke shërbyer. Se shiko, gropën politike apo juridike zotit Dumanit nuk ja bën një qytetar I thjeshtë, e kupton? Ja bën ai me cilin ka bërë pak, ka me Parti Socialiste, sa ai ka qenë zëatimi I Partisë Socialiste. Është fakt konkret, nuk mashtroj opinionin publik. Këtë nuk mund ta them unë tani me një provë konkrete, por ju do shikoni që kur të dalin skandalet nga ambasada amerikane në Tiranë, ato që dalin gjithmonë dosjet pasi një kohë të caktuar, do shikoni se si një prokuror I posaçëm dhe 2-3 gjyqtar, po janë përdorur nga ata që din vet ata, mos themi ne ndonjë gjë. Pra mendoni që ka programe që do hapen një ditë. Po do hapen, ta dish këtë gjë. Gjithmonë kablogramet do hapen dhe do hapen në momentin e dur, nuk hapen tani, do hapen pas një kohe të caktuar. Që të kuptoni se si politikisht është ndjekur penalisht zoti Berisha, politikisht është ndjekur penalisht zoti Meta. Pse them këtë për zotin Berisha dhe zotin Meta? Për qeverin ka apo vetëm për ata dy? Nuk, prit një sekond. Jo, prit, se unë do futem në lojën e tyre. Një sekond. Që t'jemi drejt. Sepse unë kam folur vazhdimisht për rastin e zotit Berisha dhe zotit Meta që aty ka për të interpretuar. Por nuk e kam përgëzuar unë kur SPAK-un, dërsa zoti Beqaj, zoti Veliaj, zoti Ahmetaj, ka thonë që drejtësia ishte Parti Socialiste. Pra, drejtësia është e juja. Mos kam pse të futem në një punë të brendshme kur ata e kanë përgëzuar vetë drejtësinë e tyre, ashtu si ja ka porositur I madhi zot I tyre, pra Edi Rama. Pra, ta marrim në këtë këndvështrim, jo në atë që po duhet jemi uman me të gjithë. Jam uman me të gjithë për prezumimin e pafajësisë dhe kjo nuk ishte masa e dur. Por ama, nuk mundesh të përgëzohesh për faktin e tjetrit apo fatin e tjetrit duke shkelur mbi parime. Avokat, me intrigove me kablogramet, më kujtove kohën e John Withershit, kur u zbuluan ato të Wikileaksit atëherë. Po prit se do zbulohen të tjera, prit se s'ke parë gjë akoma nga përtej oqeanit, se këtu është e gjithë loja. Shiko, partnerët tanë amerikan kujdesen që stabilitetin politik në Shqipëri ta kujdesin dhe ta ruajnë. Nuk duan partnerët tanë ndërkombëtar dhe amerikanë sigurisht që të ketë destabilitet, sepse ata kërkojnë gjithmonë qëndrueshmëri për shkak të një krize atyre është e tepërt. Prandaj ata gjithmonë I shënojnë të gjithë ato komunikime që kanë pasur me institucionet apo me personat të saktuar dhe çfarë kanë kërkuar, çfarë kanë bërë ata në rastin konkret, a janë të ndikueshëm dhe ata cenojnë stabilitetin politik, sepse duhet të keni parasysh diçka. SPAK-u është I vetmi institucion që mund të arrestojë të gjithë të tjerët, po asnjëri nuk mund të arrestojë, pra jo SPAK-un, po personat që punojnë aty brenda, përveç SPAK-ut të arrestojë vetëm. Pra,
E kupton? Përpara Që mund të ndodhi një herë kalojnë tek amerikanët për vizitën, avokate diçka për ballukun. Tani si do mbyllet kjo? Do votohet ai ligji apo jo ndryshimet avokat? Do votohen përpara se të varet vendimi kushtetueses, do votohen pas, edhe nga ana teknike juridike. Duhet ndryshohet kushtetuta te kjo apo vetëm kodi i procedurës penale? Pra ka ndonjë nen kushtetutë se mos pastaj na e çojnë kushtetuese për kushtetueshmëri. Duhet keni parasysh diçka. Rasti i zotnjës Balluku apo të nenit 242 duhet kuptuar fillimisht se si ligjvendësi, pra ose më propozuesi që ja çon ligjvendësit, Këshilli i Ministrave, një deputet, supozoj 20.000 firma që do kërkojnë një ndryshim të nenit 242. Se Partia Socialiste pse nuk vendos antarët e saj dhe të bëjë një nisëm për të bërë ndryshimin, se është më zgjuar është kjo se sa të shkojë vetë ai dhe të bie pre vetes tij, e kupton? Të jetë jo koherent, e kupton? Pra do edhe strategji puna, nuk do nxitim, po nxitimi nuk kupton diçka që nuk po shkon mirë. Kërse tango po ta me dy. Ata duan që vendosin dhe tretin, pak vonuar. Por për sa i përket pjesës ligjore, unë nuk e kam parë një draft serioz në website-in e parlamentit. Kur ta shikoj, do ju them. Por, ajo që unë them është kjo. Për kryeministrin mund ta vendosim si subjekt. Për zëvendës kryeministri mund ta vendosim si subjekt. Për antarët e Këshillit të Ministrave ta vendosim si subjekt. Por, ka një hile këtu. Ti pse shkon vetëm te ministri dhe nuk shkon edhe te zëvendës ministri, për shkak se edhe zëvendës ministri është një funksion